Shkëlqimi i pavlerësuar i krijuesve të qengjave me 2 nëna, një ode sarkastike për klasën tonë politike. Nëse ekziston një grup njerëzish në këtë botë që e meriton një standing ovation për qëndrueshmërinë në artin e të qenurit absolutisht të padobishëm, ata janë padyshim politikanët shqiptar. Me një traditë të pasur prej dekadash në rritjen e qengjave me 2 nëna, metaforë që mund të përkthehet lehtësisht si përdorim paralel dhe abuziv i buxhetit kombëtar. Këta virtuoz të boshllukut mendor kanë shndërruar bërthamën e ineficiencës në një formë arti të trashëguar brez pas brezi. Nuk ka performancë më konsistente se sa e atyre që, pavarësisht kohëve, skandaleve apo ngjyrave politike, arrin gjithmonë të jenë aty, të paprekur, të pangopur dhe të paturpshëm. Një qengji i urtë dhe aftësitë e tjera mitologjike. Qengji me 2 nëna është, me siguri, krijesa më misterioze e Ballkanit. Nga njëra anë, pret të qethet me durim nga prindërit politik, nga ana tjetër, mbetet i urtë sa të mos i dalë dot fjala. Ai nuk belbëzon, nuk ankohet, nuk rebelohet. Ai rri dhe pret. Por çfarë të bësh kur kujtimi ynë kolektiv është sa gjatësia e një storie në Instagram? Politikanët na garantuan zhvillim, evropianizim dhe luftë kundër korrupsionit, pak a shumë të gjitha synimet e një sezone të re të Survivor. Rezultati? Qengji është tashmë i zhveshur deri në palc, por ne ende po diskutojmë se a është faji i PD-s, PS-s apo ndonjë dorë të huaj që nuk na do të miren. E ndërkohë që ne hamendësojmë, ata ndërtojnë, jo spitale apo shkolla, por vila të kamufluara si residenca për investitor strategjik. 2. Servili, një lojë e re kombëtare. Në çdo vend tjetër të qytetëruar, servilizmi është një turp. Në Shqipëri, ai është diplom. Dhe sa më i stërvitur servili, aq më afër qendrore i pushtetit shkon. Politikanët tanë janë mjeshtra në ndërtimin e një servili modern, na japin iluzionin e zgjedhjes midis të njëjtave fytyra që riciklohen prej më shumë se 3 dekadash, ndërsa ne i ndjekim me zell. Si të ishin kafshë egzotike në një dokumentar të National Geographic. Po shihet ndonjë progres, pyesim me shpresë të lodhur. Sigurisht, përgjigjen ata, duke na treguar një rrugë të asfaltuar në Photoshop. Në realitet, e vetmja rrugë që hapet është ajo që të çon drejt ndonjë ndërtese luksoze të palegalizuar, me pronësi të fshehur në ndonjë kompani offshore. 3. Kopnesia, kur gjithçka është faji i tjetrit. Gjithë kopnenin një frazë që përmbledh shpirtin ton kombëtar. E përkthyer në praktik, mos kërko përgjegjësi, por gjej një armik të përkohshëm. Në vend që të drejtojmë syt ka ata që kanë kthyer shtetin në një version më të rënd të monopolit të, ku hotelet ndërtohen mbi trotuare dhe rregullat ndryshohen në çdo hedhje zari, ne preferojmë të grindemi për simbolika dhe retorik boshe. A është kjo ndërtesë në Tiranë një tradhti kombëtare, apo një homage ndaj arkitekturës sovjetike? A është ky investitor një shpëtimtar, apo një grabitqar i lejuar me ligj? Ndërkohë, politikanët qeshin me një buzëqeshje të qetë, duke përtypur një kock në ndonjë darkë të mbyllur me zarfat poshtë servietës. 4. Teatri i demokracisë, një përrall me votë të paracaktuar. Ne shkojmë në votime si ata fëmijët që dinë që dhurata që do marrin për vit të ri është e njëjta si çdo vit, por sërish bëjnë sikur surprizohen. Votimi është bërë një ritual i mërzitshëm, një performancë ku qytetari është figurant dhe partia regjisore e vetme. Me një makineri të sofistikuar të garancisë së votës dhe rikthimit të borxheve, rezultati është gjithmonë i parashikueshëm. Jo se ne nuk e dim këtë, thjesht kemi zgjedhur ta pranojmë, sepse çdo përpjekje për ndryshim është bërë sinonim i fjalës harxhim kohë. 5. Çfarë lind nga kjo? Një qengj i ri, sigurisht. Në fund të ditës, jemi të gjithë pjesë e këtij cirku. Politikanët janë akrobatët që balancojnë midis premtimeve dhe realitetit, ndërsa ne jemi spektatorët që duar trokasin kur ata bien nga litari, por kthehen për një encore pas 2 muajsh. Dhe pse jo? Tradita është traditë. Ne lindim si qengja, rritemi si dele dhe presim të qethemi në mënyrë ciklike, pa asnjëherë të kuptuar se jemi burimi i leshit, jo pronarët e tij. Epilogu, një kombë që jeton me 2 nëna dhe asnjë bab politik. Nëse sot do t'i thoshim një të huaj, ne jemi rritur me 2 nëna, ai do të mendonte për ndonjë model progresiv familjar. Por e vërteta është shumë më tragjike, kemi një nënë që na premton, një tjetër që na shgënjen dhe asnjë që na mbron. Klasa politike shqiptare është bërë si ajo kujdestarja që shfaqet vetëm kur vjen ambasadori, ndërsa pjesën tjetër të kohës ushtron një abuzim të heshtur ndaj kujtesës, lirisë dhe dinjitetit ton. PS, nëse ndonjë politikan e lexon këtë, ju lutem, mos e merrni personale. Ne e dim që jeni të zënë duke planifikuar një pres konferencë për të hedhur poshtë këtë artikull si fake nes. Për më tepër, qengji i urtë ju thërret, ka nevojë për një prerje tjetër. Dhe një premtim të ri. Dhe një tender të ri. Dhe një heshtje të re. Të qetë, të pastër dhe të paguar me kartë amnezie.